Siç e përmenda edhe më parë, për të krijuar një webfaqe për fillimit, atëherë do të na duhet një strukturë e fajlave dhe folderëve. Unë sapo krijova në desktopin tim një folder të ri, të cilin e kam quajtur Autopilot. Autopilot do të quhet projekti apo webfaqja që do të ndërtojmë gjatë kësaj klase. Nëse futemi në këtë folder, do të shohim se tani për tani ky folder është i zbrazur. Por këtu do të fillojmë të krijojmë fajlat dhe folderet e nevojshëm për webfaqen tonë. Së pari desha të krijoj një fajl të ri, ku këtu do të vendosim gjithë kodin HTML. Unë do ta emërtoj këtë fajl në index, por këtu duhet të kemi parasysh prapashtesën e fajlit. Nuk do të na duhet një text file në këtë rast, por një HTML file. Prandaj, ekstenzionin apo prapashtesën e këtij fajli do ta ndrojmë në HTML. Shtypim enter në tastier dhe shohim se Windows do të na del me një vrejtje, ku na thot se ne e kemi ndruar emrin e fajlit, por gjithashtu kemi ndruar edhe tipin e atij fajli, që për neve është gjithçka në rregull, sepse e kemi ndruar prej një text fajli në HTML file. Prandaj klikojmë në yes dhe vazhdojmë me fajlin tjetër. Këtë fajl do ta emërtoj në style dhe këtu do të vendosim gjithat kodin CSS të nevojshëm për webfaqen tonë. Por tash, në vend të prapashtesës text, do të vendosim prapashtesën CSS. Do të na paraqitet e njëjta vrejtje nga Windows. Për neve është gjithçka në rregull, klikojmë në yes dhe krijojmë një folder të ri, të cilin do ta emërtojmë në images. Pra, nga anglishtja images, imazhe apo fotografi, këtu do të vendosim gjithë ato grafika apo fotografi të cilat do t'i marrim nga dizajni dhe më vonë do t'i inkorporojmë në webfaqen tonë. Atëherë, kjo do të jetë struktura bazike e cila është e nevojshme për krijimin e webfaqes tonë. Më vonë do të shohim se do të na nevojiten edhe disa fajla apo folder shtesë, të cilat do të jenë specifike për secilin projekt. Por style.css, index.html dhe images do të jenë të nevojshme për çdo webfaqe e cila krijohet prej fillimit.